Komercialja, Gjense Paditsi, ka argumentuar faktin se ekzekutimi i vendimit do të cilë të dëmit cili vështirë mund të riparojnë këtë frymë dhe ka sjellur gjendën e pikën 0 vlerësoi, ka thënë gjykata se vendosja masës e ruan status quo-n dhe parandalën një dëm real. Prandaj për të shmangur rrezikun e këtyre pasojave në rast të ekzekutimit të njoftimit lartësekur dhe duke pasur parasysh se pezullimi i vendimit të tij nuk është kundërshtim me interesin publik, e ka njoftuar Padin. Qëndrim, merë dhe ma herët, po të lutem, është një lajm i mirë për gjitha bizneset kë ajo çfarë ndodhi vjetë sot dini më rahat, por lajmi më i fundit është të lutem, po, që edhe dhoma tregtisë dhe industrisë e ka fituar rastin duke përfaqësuar gjitha bizneset midis aty ku jeni edhe ju. Çdo më thon ky lajm për juve. Po, do me thonë një fitore shumë e madhe, ndaj një padrejtësie të jashtëzakonshme, sepse nuk mund është ti me shantazhu bizneset edhe me nxjerrë me qysh kam thonë me qitë haraq. Kjo është më ule me bisedu me ta njerë, me shiku ku e në problemet, me diskutu të në senet se nuk është e letë më që me plaskit disa bizneset që ato biznese, që nështë tajnë në vogël numëra, po ka një numër të malë konsume, ka një numër të malë të toksave që ti paguin, ka një numër të malë që pi aty në toksave ti merë dhe toksave të këtë betejë fituar? Kjo betejë fituar është një frym e re, se të gjitha institucionet e Kosovës të kanë të kapa. Po më rësi, që është smarë me frym është tjere. Na jena përballë me një 3 fishim të faturave. Edhe në dimrit me një 4 fishim ose 5 fishim. Edhe këtë mujna kena me po shtrejtim të rrymës. Edhe këtë muj kena me po shtrejtim të rrymës, po edhe këtë muj keme po pa di prapë. Sepse budallakinat që i bojnë njerë që punojnë në institucionet shtetërore duhet më ndëshku ata. Për herë të parë, mas 25 vjetë, 26 vjetë, këshit për shirë në zeti atje. Kjo është një fatkeqësi që s'është bo asë një ndryshim që 4 vjetë. Aty asë një renovim, asë nuk është shku me ku mi bua të ndryshime. është prish marrëveshje me Shqipëri, që ke pas mi dhonë rrymë mi morë rrymë, pa kosto shtesë, pa pagesa shtesë. Që është një çmendori që na kanë dhënë të 4 vjetë. Një fitore që duart të ketë nga... Një fitore jashtëzakonshme, duke falenderuar kryetarin e dhomës tregtisë, zotin Skënder Krasniqi, i cili nuk është ndalë asnjëherë në grupin punus. Edhe ja vlemi përshëndet sepse janë marrë me mish në shpirt. Kjo është e kryengjarja e pritur e gjitha këtyre zhvillime, megjithëse këto mbinimi e 300 biznese e mbushin arkën e buxhetit të shtetit, janë kontributorë kryesor. Po janë në 60% gati, rreth 60% taksave të Kosovës. Si pagui. Lajmi mirë. Çmime dhe tregut do të normalizohen. Çmimet e tregut kanë qenë normale dhe nuk do shtrejtohen përderisa nuk rritet fatura e rrymës. Kjo është lajmi kryesor, sepse për shkak të faturës së rrymës nuk do të rriten çmimet. Kështu që është një fitore jashtëzakonshme, duke falendëruar kryetarin e dhomës tregtisë zotin Skënder Krasniqi, që nuk është ndalë në asnjë sekond me gjithë stafin punës. Të falenderoj për këtë prononcim. Të falenderoj për këtë prononcim. Për gjithë popullin shqiptar në Kosovë se nuk do shtrejtohen çmimet për shkak të rrymës. Është një betejë e fituar nga një organizatë. Një betejë fituar edhe për ata që mbase kanë pasur pritje krize, pritje alarmuese se mund të mos jenë në vend të tyre të punës për shkak kostës së lartë të prodhimit produkteve. Po, edhe ajo është sepse edhe antarë tjerë të cilët nuk janë antarë të dhomës të tregtisë, kjo është si rast precedent që merret edhe për bizneset tjera që do të zhvillojnë pa dia dhe për organizata tjera ekonomike, kështu që është një fitore për të gjitha bizneset, nuk është individuale. Kjo është fitore e popullit. Sepse nuk mund është e muqu dhe me shku e me bo një gjatë që pa ule, pa diskutu me njerëz. Kështu që urime gjithë popullit dhe gjithë aty në punëjve që do të vazhdojnë pra punën edhe nuk do të shkojnë në koks mi zhvendosë fabrikat, sepse kishim planifiku më shumë bizneset që dalin në koks, edhe kishim bo thirrje i Ramës që t'i pranonte bizneset e Kosovës dhe t'i hapte rrugë dhe zhvillim në teritorin shqiptar, edhe kjo është një fitore e madhe se nuk ka nevojë më zhvendosë. Nuk ka nevojë më zhvendosë, nuk ka nevojë me bë gjona që do mi bë të kryen veti pa fol me ta. Sa ta janë hajka këtij vendit. Kjo është krelajmi, realisht. Kjo është krelajmi, i diskutuar, i komentuar, ka fituar të gjitha zonat në gjykatë.
dhe çdo gjë bjen në pikën 0. Vendimi vlen për të gjithë. Për të gjithë. Kështu Ai që që vendim është marrë vlen për të gjithë. kështu që nëse dan treg normal, zotri Kurti, mas pare, duhet më qu edhe me shoqizu keskën, edhe kecin. Mja këthy poplit, apo thotë mja këthy poplit. Le t'ja kthem poplit ato gjona që i kanë bota tjertë ma herët, që i kanë lënë për vetin ashta, e kë i murë t'gatshme edhe fillej boni ma meqëm se ta punën. Kështu që le t'ja kthem zera, ta manë që duhet, edhe le t'ka mundësi. Nëse do treg të hapër, le dalin 20 keska, le dalin 30 keska, po jo keskës bja garantu të shmimin. Le t'ja po që ka bojt i Roma qekve në Shqipëri, le t'ja pagu një dëmë shpërblim, le t'ja arrestojnë ata hajnat që kanë nënshkruat farë pune, sa dajnë hajna, edhe dalën pikën 0. Ajo kjo të tjetë fitore Kurtit, po më duket e kanë gjy Kurti këto në përshesh pak lugën edhe nuk mënet me po këto që ka bojt i Roma në Shqipëri. Fatkeqësisht. Partia Zotit Kurti, faleminderit kryesor. Faleminderit, ju përshëndes, ditë mbarë. Faleminderit.